I nderuar Kryeministër i Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama, i nderuar Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit, zonja Adelina Ibrahimaj, i nderuar Drejtori i Përgjithshëm i Innovation for Albania, zoti Arjan Ymeri, të nderuar sipërmarrës, partner, investitor, përfaqësues të institucioneve, universiteteve, mediave, zonja dhe zotrinj, unë jam Gentiana Gashi, eksperte e ekosistemit të startupeve në Innovation for Albania, dhe është një kënaqësi e veçantë ju uroj mirëseardhje në ceremoninë e grantit 2026, një moment i rëndësishëm për ekosistemin shqiptar të startupeve dhe inovacionit. Gjatë viteve të fundit kemi parë një interes gjithnjë më të madh për sipërmarrjen inovative. Më shumë ide po kthehen në biznese, më shumë të rinj po zgjedhin të ndërtojnë në Shqipëri dhe gjithnjë më shumë aktor po kontribuojnë në zhvillimin e këtij ekosistemi. Granti 2026 përfaqëson një hap të rëndësishëm në këtë rrugtim, me një mbështetje më të gjerë për startupet dhe për herë të parë me një fokus të veçantë në forcimin e inkubatorëve dhe akseleratorëve që do ndihmojnë në zhvillimin e brezit të ardhshëm të sipërmarrësve. Për ta nisur këtë ceremoni, ju ftoj të ndjekim së bashku një video të shkurtër që sjell disa nga momentet, rezultatet dhe historitë që kanë shoqëruar zhvillimin e Startup Albania gjatë viteve të fundit. Çdo histori suksesi fillon me një vizion. Për ta kthyer atë në realitet, duhet besim, mbështetje dhe një ekosistem që krijon mundësi. Kështu nisi rrugtimi i Startup Albania. Gjatë 2 viteve të para, kemi hedhur themelet e një ekosistemi që po rritet dhe po krijon mundësi të reja. Kemi mbështetur idetë inovative, kreativitetin e të rinjve dhe startupet shqiptare, si dhe kemi fuqizuar komunitetin e sipërmarrësve, mentorëve dhe partnerëve që bashkëpunojnë për t'i kthyer në histori suksesi. Startupet shqiptare po e kthejnë potencialin në mundësi, duke krijuar partneritete, duke hyrë në tregje të reja dhe duke përfaqësuar vendin në skenën globale. One More u mbështet nga Startup Albania në vitin 2024 dhe ky ndoshta ishte një nga momentet më të rëndësishëm për biznesin tonë. Financimi jo vetëm na ndihmoi të përmirësojmë produktin, por edhe të zgjerohemi në Shtetet e Bashkuara dhe tashmë regjistrojmë dhe rreth 90% të klientëve tanë në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 2025 patëm mundësinë të fitonim Grand 2025 si një startup nga diaspora, gjë e cila është shumë e rëndësishme për kompaninë tonë. Me anë të mbështetjes së Grand 2025 patëm mundësi që ta zhvillonim produktin më shpejt, ta lançonim dhe të kishim klientë të cilët po paguanin për produktin tonë. Viti 2026 shënon një hap të ri në rrugtimin e Startup Albania, me më tepër mundësi, mbështetje dhe një angazhim edhe më të madh për të krijuar kushtet që idetë së nesërmes të kthehen në zgjidhje me ndikim. Sepse e ardhmja e ekonomisë shqiptare ndërtohet mbi inovacione. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen. Shifrat dhe historitë që sapo pam dëshmojnë një zhvillim të qëndrueshëm të ekosistemit shqiptar të startupeve. Ato pasqyrojnë jo vetëm rritjen e interesit për sipërmarrjen inovative, por edhe ndikimin që mbështetja institucionale ka në zhvillimin e ideve me potencial. Mbështetja e inovacionit dhe sipërmarrjes kërkon jo vetëm iniciativa konkrete, por edhe politika publike që krijojnë kushtet për zhvillimin e tyre afatgjatë. Me këtë në mendje, kam kënaqësinë të ftoj në skenë Ministrën e Ekonomisë dhe Inovacionit, zonja Adelina Ibrahimaj. Nderuar zoti kryeministër, të dashur partner, të dashur sipërmarrës, është shumë kënaqësi sot të jem këtu përpara jush në shpalljen e thirrjes së aplikuesve të Grant 2026. Unë kam dashur të quaj fjalimin tim të ndërtosh Shqipërinë, të ndërtosh në Shqipëri, nga Shqipëria. Pasi unë mendoj që ky nuk është një slogan patriotik, nuk është një slogan politik, por është ajo çka përfaqëson çdo të ri dhe të re që është këtu në këtë sallë. Çdo njeri që ka vendosur dhe ka guxuar të ndërtojë një sipërmarrje, të çojë përpara një ide
dhe me bindjen që kjo ide do të mbështesë ekonominë shqiptare, që kjo ide do të transformojë ekonominë shqiptare në një ekonomi më inovative, në një ekonomi më produktive, në një ekonomi të ardhmes. Për mua si ministre, nuk ka histori më të bukur për treguar se historia e rrugëtimit të ekosistemit të startupeve në Shqipëri. E kam personale pasi e kam ndjekur këtë ekosistem që në krye të herës dhe kam dhënë kontributin tim bashkë me Martinin, bashkë me Arianin, në ndërtimin e çdo tulle të këtij ekosistemi. Dhe ajo që mund të themi sot me bindje të plot dhe me krenari është që në vitin 2022 ne u zotuam që do të jepnim 10 milion euro në mbështetje të startupeve. Dhe ja ku jemi sot, 4 vjet mbrapa, dhe shuma e financuar për startupet është 16.5 milion euro. Ndaj është shumë e kënaqur që kemi arritur që të arrisim financimin, kemi arritur që të arrisim mbështetjen. Dhe kjo nuk ka ardhur vetë. Kjo nuk ka ardhur sepse ne kishim më shumë buxhet në dispozicion. Kjo ka ardhur sepse rezultatet që ne kemi parë në mbështetjen e gjitha thirrjeve të para kanë qenë konkrete, startupet janë rritur, kanë dhënë kontribut konkret në ekonomi dhe për këtë arsye ne sot jemi krenar që jo vetëm kemi 3 fishuar personat që kanë besim tek financimi i qeverisë shqiptare. Janë 1219 aplikime për skemën këtë vit. Janë 3 fishi atyre që kishin aplikuar herën e kaluar dhe për këtë arsye ne do të dyfishojmë mbështetjen financiare dhe për këtë arsye ne do të dyfishojmë numrin e atyre që do të mbështeten nga kjo skemë. Më vjen gjithashtu shumë mirë që ka disa shifra për të cilat ja vlen të jemi krenar. 189 aplikime kanë ardhur nga të rinj dhe të reja, të cilët janë në grup moshën 18 deri në 25 vjeç. 3 herë më shumë se një vit më parë. Mosha mesatare të themeluesve në Shqipëri sot është 33 vjeç. Dhe jam vërtet e lumtur që brezi i ri, brezi që të ardhmen në fakt e ka përpara, guxon dhe vendos që të ardhmen ta ndërtoj mbi sipërmarrjen. Ka dhe një tjetër shifër sigurisht që më bën shumë krenare. Këtë vit në skemën e startupeve aplikuan 417 vajza dhe gra. 2 fishi i atyre që kanë aplikuar vitin e kaluar. Dhe kur flasim për startupet të financuara në Shqipëri, jam gjithashtu krenare që shifra arrin 34.3%, përballë një mesatare europiane që është 16%. Pra në BE mesatarisht, një startup në 6 drejtohet nga gra, ndërsa në Shqipëri, mesatarisht një startup në 3 drejtohet nga gra. Dhe kjo, padyshim, është fal talentit të jashtëzakonshëm që vajzat dhe gratë kanë në Shqipëri, fal padyshim mundit të tyre për të edukuar në shkenca eksakte, për të ndërtuar kapacitete, por është edhe sigurisht fal politikës që ne kemi ndjekur për të mbështetur vajzat dhe gratë që në aplikimin e tyre, pasi ka një diskriminim pozitiv për vajzat, të cilat vlerësohen me pikë më shumë se sa djemtë. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi këto rezultate. Kombinimi i burimeve njerëzore, i kapaciteteve të vajzave të shkëlqyera, të cilat është e ditur nga literatura ndërkombëtare që nëse një vajzë drejton një biznes, atëherë ai biznes ka më shumë potencial që të jetë më kreativ dhe më elastik. Nga ana tjetër, që në krye të herës në strategjinë e sipërmarrjes inovative, neve kemi vendosur që të kemi një financim dhe një mbështetje të ishte sa më gjithëpërfshirëse. Shembulli gjinor që sapo dash është një nga komponentët, por një komponent tjetër shumë i rëndësishëm është gjithashtu dhe gjithëpërfshirja rajonale. Ne nuk duam që ekosistemin ta zhvillojmë dhe ta mbështesim vetëm në Tiranë. Ne duam që ekosistemin ta mbështesim në të gjithë qarqet e vendit. Dhe kjo është arsyeja pse sot ne kemi startupet të cilat i financojmë në Shkodër, në Durrës, në Vlorë, në Lezhë, në Elbasan, në Gjirokastër, në të gjitha qarqet e Shqipërisë. Dhe ata këto startupe janë të përfshira në gjithë sektorët, nga teknologjia, tek edukimi, tek turizmi, tek shëndetësia, tek inteligjencës artificiale. Por të dashur miq, financimi është vetëm fillimi. Rreth tij, gjatë këtyre 2 viteve kemi hedhur themele të rëndësishme për një ekosistem i cili nuk bazohet vetëm në financim. Në radhë të parë është e rëndësishme të përmendim kuadrin ligjor. Kuadri ligjor jo vetëm ka njohur startupet, por
nga këtë vit, neve kemi përgatitur instrumente financimit, të cilat janë brenda kuadrit ligjor, të cilat nuk lidhen vetëm me grante, por lidhen dhe me fonde të cilat mund të shfrytëzohen në formë granti dhe kredie, element mix, të cilët do ta shtojnë dhe do ta amplifikojnë fondet në dispozicion për mbështetjen e sipërmarrjeve tuaja. Së dyti, ne këtë vit për herë të parë financojmë inkubatorët akademik. Nuk mund të mendojmë që ne do të krijojmë qëndrueshmëri në këtë ekosistem, nëse në të ardhmen nuk mbështetemi dhe mbështesim universitetet tona të cilat janë plot ambicie, kanë talent, kanë ide dhe mbështesin të gjithë të ardhmen e të rinjve tonë. Ne duam universiteti që edukojnë breza dhe sjellin produkte të lidhura drejt për drejt me tregun. Dhe bashkë me to, të punojmë për ta kthyer kërkimin shkencor në produkt të shitshëm, në produkt i cili është i vlefshëm për tregun, në produkt i cili është i vlefshëm për ekonominë shqiptare. Së treti, institucionet. Innovation for Albania sot është më e madhe, është më e fuqishme, është me burime dhe me kapacitet për të qëndruar më afër themeluesve, inovatorëve dhe investitorëve. Një ekosistem ka nevojë për një adresë besueshme dhe ne besojmë fort që po e forcojmë adresën e Innovation for Albania çdo ditë. Dhe pa e humbur këtu ama identitetin, aty ku e kemi filluar, me agjensinë Startup Albania, me brandin Startup Albania, i cili përfaqëson gjithë secilin prej jush që jeni sot këtu. Së katërti, teknologjia. Teknologjia në shërbim të qytetarit. Sot pothuajse çdo shërbim publik në Shqipëri ofrohet online nëpërmjet platformës i Albania, duke ulur kohën dhe koston për çdo biznes që lind dhe rritet. Ne po shkojmë më tej. Përmes iniciativës tonë kombëtare për inteligjencën artificiale dhe ministres së parë me inteligjencë artificiale diella, ne po sjellim AI brenda administratës publike në mënyrë që të rrisim eficiencën në qeverisje dhe të rrisim përgjegjësinë ndaj ofrimit të shërbimeve të qytetarëve. Një qeveri që u kërkon sipërmarrësve të inovojë, padyshim ka detyrë që ta lidi këtë inovacion dhe të tërheqë sipërmarrjen mbrapa duke qenë lider në inovacion. Së fundi, dua të shprehem për hapjen ndaj tregut global. Së bashku me BPI France, nisëm platformën EuroEquity, i cili lidh drejt për drejt startupet shqiptare me startupet e huaja. Nënshkruam gjithashtu një marrëveshje shumë të rëndësishme me qytetin e Berlinit dhe qytetin e Tiranës, me qëllim që ne ta transformojmë Tiranën në një nga qytetet më dinamike, kryeqytetet më dinamike në Europë, në drejtim të nxitjes së inovacionit. Çdo hap i kësaj pune të përbashkët që neve bëjmë, na afron më afër të ardhmes tonë europiane. Tani dua t'i drejtohem përsëri njerëzve të cilët ekzistojnë dhe janë këtu dhe janë arsyeja pse ne i hartojmë këto politika. Të gjithë themeluesve që kemi në sallë. Inovacioni në Shqipëri ka shumë fytyra, ka shumë mosha. Ai fillon nga gjimnazistët 18 vjeçar që neve kemi financuar, të cilët kanë pasur besim të aplikojnë, vazhdojnë me sipërmarrës që po ndërtojnë dhe po zgjerojnë sipërmarrjet e tyre. Ai gjendet në vajzat dhe djemt që zgjodhen të qëndrojnë në Shqipëri, të investojnë në Shqipëri. Ai gjendet në të rinj dhe të reja të diasporës, që janë edukuar dhe janë punësuar në diasporë, kanë ngritur kapacitetet e tyre aty dhe vendosin sot të kthehen në Shqipëri dhe financohen nga qeveria shqiptare, me qëllim që kontributin e tyre ta hedhin në Shqipëri. Për vite me radhë, talenti ynë largohej, ndërkohë që për të ndërtuar në vende të tjera, ndërkohë që ne duam dhe synojmë që ata të kthehen këtu për të ndërtuar. Dhe nuk e bëjmë të me fjalë, e bëjmë me vepra, e bëjmë me mbështetje konkrete për të rinjt dhe të rejat, për ata që jetojnë në Shqipëri dhe vendosin të ndërtojnë në Shqipëri, dhe për ata që jetojnë jashtë dhe duan të ndërtojnë në Shqipërinë, për Shqipërinë bashkë me ne. Mesazhi im për gjithë shqiptarët e talentuar është pikërisht ky. Me vullnet dhe me dëshirë duhet të ndërtoni nga Shqipëria. Duhet që të gjithë së bashku ta kthejmë të rrjedh. Këtu kemi talent, kemi mbështetje dhe kemi një qeveri e cila ecën në një hap me të gjithë nevojat tuaja. Kjo qeveri nuk e kërkon besimin me fjalë, kjo qeveri e kërkon besimin me politika, me mbështetje, me punë të përditshme, duke folur me njëri tjetrin, duke kuptuar se çfarë nevojash ka ekosistemi startupeve, ne kemi arritur në pikën ku jemi sot. Kemi arritur që ekosistemi startupeve në Shqipëri të klasifikohet si një nga më dinamikët në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Dhe jam e bindur që me punën që do të bëjmë gjithë së bashku, ne
mund të bëhemi një nga ekosistemet më dinamik, jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por në Europë. Sepse në fakt Shqipëria është një vend i vogël, por ndonë se është një vend i vogël, i ka të gjitha kapacitetet për të qenë lider në këtë drejtim, nëse ne të gjithë së bashku punojmë bashkë. Në fund, e di që e zgjata shumë dhe unë nuk kam për zakon që të bëj fjalime të gjata, por është dëshira dhe dashuria që kam vënë në këtë punë, e cila ma lejon që të marrë kohën tuaj pak më gjatë sot. Unë dua të falenderoj shumë në fund kryeministrin, i cili që kur më dha detyrën si ministre sipërmarrjes, më dha besimin për ta drejtuar këtë ekosistem dhe më tha që ky ekosistem dhe kjo mbështetje dhe ngritja e këtij ekosistemi duhet bëhet obsesion për mua dhe për të gjithë ata që punojnë në këtë hap të qeverisë. Pasi vetëm nëpërmjet inovacionit neve do të arrijmë që Shqipëria të jetë më konkurruese, vetëm nëpërmjet përfshirjes inovacionit në sektorin privat, ne do të arrijmë që ekonomia shqiptare të vazhdoj të rritet. Dua të falenderoj shumë Arianin, Martinin, që kanë qenë bashkëpunëtorët e mi që në kryet herës për ndërtimin e këtij ekosistemi, dhe në fund dua patjetër të falenderoj shumë të gjithë ju që besonit e vetja, që besonit e ne dhe që besonit e ardhmja e Shqipërisë. Tani do doja të ftoja kryeministrin në skenë për fjalën e tij përshëndetëse. Faleminderit gjithëve. Përshëndetje të gjithëve. Sot ne jemi këtu pas një shtyrje të shpalljes fituesve si rezultat i faktit që patëm një numër aplikimesh shumë të lartë dhe nga ana tjetër nuk u ndjem mirë që me shumën e vënë në dispozicion 3 milion euro nuk ja dilnim dot të përgjigjeshim me mbështetjen e duhur për të gjithë ata që sipas Komisionit të Vlerësimit meritonin mbështetje. Kështu që e shtym pak këtë takim për të reflektuar në aktin normativ të qershorit një ndryshim i cili sigurisht është dhe rezultat i mundësisë, se mund edhe mos ta kishim këtë mundësi, por ekonomia në këta muaj ka reaguar shumë pozitivisht dhe si rezultat dhe të ardhurat në buxhetin e shtetit janë rritur përtej parashikimit, gjë që na bëri të angazhojmë edhe një fond ekstra për t'ju përgjigjur të gjithë aplikantëve që kanë sjellë propozime që meritojnë ta kenë një shans. Kështu që nga 3 milion ne e kaluam në 6 milion euro. Nga ana tjetër, ne sot jemi këtu me një optimizëm besoj tërësisht justifikuar për faktin se në një vlerësim të kohëve të fundit, sistemi ynë i startupeve është klasifikuar i 4-ti për rritjen më të shpejtë në rang evropian. Patjetër që kjo rritje më e shpejtë është relative, sepse ne kemi nisur nga një bazë shumë e ulët kur ndërmorëm këtë rrugtim. Dhe ndërmorëm këtë rrugtim faktikisht në vitin 2022 me një shifër më modeste, vetëm 2 milion euro, dhe mësuam bashkarisht se si ta çojmë përpara
ngritjen e këtij ekosistemi. Sot jemi në 6 milion, ambicia jon është që deri në fund të kësaj dekade, pra në 2030 të arrijmë në një kapacitet prej 20 milion eurosh për mbështetjen e startupeve. Natyrisht që kjo do të varet shumë nga cilësia e aplikimeve, do të varet shumë nga dinamika e mëtejshme e zgjerimit të ekosistemit, por ajo që ne kemi mësuar së fundmi është që ne duhet të jemi gati, plas qeveria, për të financuar deri në një volum prej 20 milion eurosh. Nga ana tjetër, Ministria preku çështjen e fondeve. Flas e krijimit të fondeve. Ne kemi bërë një hap që është një hap i hedhur për herë të parë nga një qeveri në Republikën e Shqipërisë, duke marrë pjesë në financimin e projektit të ri të Miramuratit, por besojmë shumë që të njëjtën gjë duhet bëjmë edhe me startupet tona, të cilat kalojnë në një fazë të dytë dhe ka nevojë për një mbështetje ekstra për të zhvilluar pasi konfirmohen në fazën embrionale. Dhe këtë ne mund ta bëjmë pikërisht duke filluar me krijimin e fondeve të posaçme që i kemi parashikuar në legjislacion tani më dhe që mund të krijohen me bashkëpunimin mes qeverisë dhe burimeve të tjera financiare që vijnë nga sipërmarrja apo që vijnë nga institucionet tjera financiare apo nga partnerë të vendit tonë. Do ta nisim këtë proces dhe besoj që vitin e ardhshëm do të kemi në dispozicion edhe këtë instrument për ata ndër ju që do të kenë kaluar me sukses fazën embrionale dhe kanë nevojë për të financuar më tutje për të zhvilluar projektin. Më thanë që djali që doli në video në fillim fare është një djalë që ka nisur pikërisht nga ky program, ka marrë një financim nga Startup Albania dhe sot ka 50.000 klientë në Shtetet e Bashkuara. Me një objektiv ambicioz për të arritur në gjysmë milioni klientë për atë çka nisi si një ide, u zhvillua si një bërthamë e vogël e një startupi dhe sot faktikisht është kthyer në një sipërmarrje të suksesshme. Dhe të tilla ka plot në këtë proces ku ne sot kemi dyfishin e fituesve të vitit shkuar. Është me rëndësi patjetër edhe shpërndarja gjeografike. Kemi praktikisht aplikime nga gjithë territori dhe kemi pjesën më të madhe të aplikimeve në Tiranë, por njëkohësisht 5 qarqeve të para i bashkohen edhe Shkodra, Durrësi, Vlora dhe Korça. Dhe në Shkodër dhe në Vlorë kemi faktikisht rritjen më të lartë relative mes gjithë këtyre qarqeve. Unë jam shumë i kënaqur për rritjen
e ndjeshme të numrit vajzave dhe të grave është shumë domethënëse që edhe në këtë fush gratë dhe vajzat po bëhet një forcë dominante dhe më vjen shumë mirë që ne kemi kapacitetin për t'i mbështetur, ashtu si kundër më vjen mirë që kemi edhe aplikant nga diaspora dhe janë 15 startupe nga diaspora të financuara deri më sot nga programi Startup Albania, ndërkohë që 38 mentor, shumica janë shqiptarë profesionistë të diasporës. Ajo që vlen të përmendet është se sot që flasim janë 42 produkte të këtij programi që janë lançuar në treg dhe funksionojnë si sipërmarrje, të cilat kanë një perspektivë fantastike. Në fund fare kam edhe një fjalë për një fenomen shumë të shëmtuar të kohëve të fundit, që ka prekur edhe një pjesë të vajzave dhe djemve që kanë përfituar nga programi i startupive, apo që mund të preki të tjerë sot këtu të pranishëm ose jo që do t'jenë përfitus, që është bullizimi online i tyre me gjithë farloj sharjesh, pyrjesh, akuzash, nga burime që janë të padenja për vëmendjen tuaj. Dhe duke qenë se në këtë fush unë jam njëshi për volumin e sharjeve, të akuzave, të shpifjeve, të sajesave, duhet ndaj me ju një eksperiencë shumë të thjeshtë. Mos zbrisni tek komentet. Ka që thjeshtë është e gjithë. Komentet janë jo përfaqësuese për çfarë ti bën, për si e bën, për kush je. Dhe jo vetëm në këtë kohë, që është një kohë shumë e ngarkuar për arsye se algoritmi ka kaluar në një fazë histerie, por në çdo kohë. Dikur unë i përgjigjesha komentuesve intensivisht. I nisur nga ideja që meritojnë respekt dhe meritojnë vëmendje dhe meritojnë përgjigje. Por e kuptova që ishte e gabuar dhe në vend se minimumi të merrja mbrapsht respektin për faktin që impenjohesha për të dhënë përgjigje, vetëm rrisja angazhimin edhe rrisja sasinë e baltës që më kthej mbrapsht. Kështu që qysh atëre, jo vetëm që nuk i ktheva më përgjigje, por nuk zbres më në postim për të parë se çfarë thuhet. Kategorikisht. Po bët këtë, do të kuptoni që bota është ajo që ju shihni dhe ajo në cilën ju jetoni, dhe ju jeni ata që ju doni t'jeni. Ndërkohë që nëse se bëni këtë, impakti psikologjik i bullizimit ka raste që bëhet shumë problem. Kështu që injorojeni totalisht. Ju nuk jeni të shitur se merrni fonde nga programi i startupeve. Programi i startupeve është një program i cili financohet me taksat e të gjithë qytetarëve nga buxheti i shtetit
Juve nuk ju kërkohet absolutisht asgjë tjetër përveç se të zhvilloni idetë tuaja si aplikant fitus, kështu që nuk keni asnjë arsye që të merrni seriozisht asgjë tjetër përveç realitetit që ju perceptoni dhe ideve dhe punës që ju bëni. Realitetet e tjera që i krijojnë të tjerët për ju, injorojnë. Sepse më tha Arjani që kam pas probleme disa me bullizimin. Injorojnë. Ka që thjeshtësh. Ato bëhen vetëm që ju të bini në kurth. Mos mendoni që gjithë dynjaja i lexon. Shkruen vetëm që ju të bini në kurth. Injorojnë dhe nuk po ju jap dhe këshillën tjetër sepse nuk më takon që thejni gjithmonë kanale të televizorit, të sportit dhe të filmat kur keni kohë të shihni televizor dhe pastaj do jetë edhe më e bukur jeta dhe do jeni edhe më të fokusuar ke puna, po kjo është temë tjetër, aq më tepër që unë besoj që ju nuk shihni as televizor, edhe kjo do ishte gjëja më e mirë. Dhe kemi një problem që lidhet me mbi ngarkesën e piramidës për co-working space, kështu që do duhet që ne të marrim masa dhe do marrim masa që më herët se vonë të vëmë dispozicion edhe hapësira të tjera për co-working, për gjithë ata që janë në një fazë që nuk ja lejojnë dot vetes që të bëjnë shpenzime që nuk i kanë faktikisht, të mundura për të marrë me qira hapësira për punën e tyre. Këto ishin ato që unë doja të ndaja me ju. Më e mira është e gjitha përpara. Dyfishimi i fondit këtë vit është një trend që ne duam ta mbajmë, gjithmonë duke pasur në konsiderat cilësinë e aplikimeve. Këtë vit cilësia e aplikimeve ishte shumë sfiduese për fondin që kishim dispozicion. Nëse do t'jetë e tillë dhe vitin e ardhshëm, përsëri ne do ta rrisim, por vitin e ardhshëm do ta fillojmë me 6 milion. Dhe pastaj, po qese do vinë 2000 aplikime, do shkojmë në më lart për të përgjigjur gjithë kërkesave. Don't worry, be happy. Suksese. Faleminderit zoti kryeministër për fjalën tuaj. Fjalët e kryeministrit na kujtojnë pse jemi këtu sot për të kthyer potencialin në mundësi reale për sipërmarrësit shqiptar. Pas politikave dhe mbështetjes institucionale, ka ardhur momenti të dëgjojmë ata që i përjetojnë këto procese çdo ditë, themeluesit e startupeve dhe letësuesit, të cilët kontribuojnë në ndërtimin e një ekosistemi më të fortë dhe më të qëndrueshëm. Në panelin e radhës do të dëgjojmë zëra nga të dy anët e ekosistemit, themelues që kanë ndërtuar dhe letësues që kanë mbështetur me histori reale, sfida konkrete dhe mësime që vlen për të gjithë. Ndërkohë që kolegët rregullojnë skenën, unë ftoj Fiona Mitrushin për të moderuar panelin. Faleminderit Genta. Përshëndetje zoti kryeministër, zoja ministre, drejtuesi i Agjencisë Innovation for Albania. Përshëndetje të gjithë pranishmëve. Unë quhem Fiona Mitrushi, jam eksperte inovacioni pranë Agjencisë Innovation for Albania. Fokusi i aktivitetit tim është në fushën e shëndetësisë, ku pas një eksperiencë të gjatë në menaxhimin shëndetësor, puna ime e përditshme është zgjeruar edhe në ndërlidhjen e sistemit publik me atë privat. Dhe pikërisht sot jemi këtu në këtë panel ku ndërlidhen këto dy fusha të administratës. Do doja të veçoja se inovacioni fillon nga dikush që sheh një problem të përditshëm dhe vendos ta zgjidhë atë ndryshe. Kjo është pikërisht ajo çka po ndodh sot në Shqipëri përmes ekosistemit tonë të startupeve dhe inovacionit në administratën publike. Do doja që të thrisja në skenë përfaqësuesët, të cilët janë pjesë e
ekosistemit, kemi 4 themelus dhe 1 lehtësues. Do doja që të ftoja me radhë Emilin, Enolën, Genti, Arber dhe Jetona. Faleminderit të gjithëve që u bët pjesë e këtij paneli. Koha është e limituar, kështu që do doja përgjigjet i mbajmë sa më koncize dhe të ndajmë sa më tepër ide me interes edhe për audiencën që kemi sot pranishme. Emil, po e filloj nga ju. Ju lutem na tregoni pak lidhur me startupin tuaj, nëpërmjet pilotimit që ju sapo keni filluar në bashkëpunim me agjencinë Innovation for Albania. Fokusi është në sektorin e shëndetësisë dhe do donim të dinim shkurtimisht çfarë përfshin ky pilot dhe cila është vlera konkrete që synoni të sillni administratës publike dhe qytetarëve përmes kësaj zgjidhje. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Faleminderit Fiona për fjalën. Në fakt, doktor lindi nga një moment që çdo qytetar shqiptar e ka prekur. Pacienti shqiptar I cili me letra në dorë lëviz nga mjeku I familjes tek farmacia, te mjeku specialist, gjithashtu tek analizat dhe ka gjithmonë një pyetje në mendje, ku duhet shkoj tani? Pikërisht doktor te kjo nuk pa një pengesë, po pa një mundësi të jashtëzakonshme dhe ne krijuam një platformë digitale e cila bashkon pacientin nëpërmjet një aplikacioni, mjekët specialist, mjekun e familjes, urgjencën dhe farmacit në një rrugë të vetme duke krijuar